T'ju flas pak për fushkrujen, 50.000 banor. Ne kemi bashki si Libohova, Roskoveci, t'jenë bashki, s'ka problem, Patosi, Memalia, etj, ndërkohë fushkruja. Pra 46 bashki në jug, 15 në veri. Fushkruja me 50.000 banor, njësi administrative. Kemi qenë bashki, nuk kemi qenë njësi administrative. Nga viti 2000 deri në vitin 2015 bashki, nuk na pyeti askush. Kjo s'ka lidhje për DPS, kjo ka lidhje a e duan qytetarët bashki? Po, edhe socialistët edhe demokratët. Heqja institucioneve nga fushkruja është një fatkeqësi e madhe. Pra ne s'duam asgjë tjetër, vetëm të kthehemi dhe herë bashki. Prandaj një nga iniciativat e mia të para në rast se do futem sallën e parlamentit është rikthimi i fushkrujës bashki, siç ishte. Zvicerianët e pyetën popullin e vet, atja japim në shtetësinë Michael Schumacherit. Ndërkohë ne 50.000 banor nuk pyetemi a doni bashki apo jo. Pa spital, pa park lojrash, pa asgjë. Rrugë totalisht rënuar. Harta territoriale nuk është gjë tjetër vetëm se një hartë elektorale, për mendimin një salamander e cila i prodhonte Edi Ramës një fitore, sepse ka bërë llogaritë veta. Nuk mund të jesh kaq diskriminues me Shqipërinë në kuptimin Veriu, 46 bashki jugu, 15 bashki Veriu, sepse dihet që Veriu përgjithsisht voton djathtas. Kjo është një çmenduri dhe ne na konsiderojmë pjesë të Veriut. Nuk ka asgjë Veriu. Veriu është krenari se ka bërë Shqipërinë për mendimin tim. Pra edhe Kruja duhet të jetë bashki edhe fushkruja bashki. Pra ndaj një nga projektet e para që ne kemi është minimalisht me 100 bashki të jetë Shqipëria. Dhe bashkia 62 do jetë fushkruja, bashki Manza apo bashki të tjera të cilat kanë sigurisht mbi 10.000 banorë të tjerë. Kështu që e para këtë këndvështrim, kjo hartë territoriale, për mendimin tim, elektorale, ja u ka pamundsu banorëve marrjen e shërbimit. Pra qëllimi kryesor i kësaj harte ishte që shërbimi qytetarit ishte më afër, ndërkohë kjo ja u ka nxjerr jetën.